Forumi Rinor Islam, Dega Shkup, ju prezanton emisionin Gjurmëve të dashurit tonë. Do të përmendim shkurtimisht biografinë e profetit sallallahu alaihi wasallam. Jetim, pa baba dhe nën, i vetëm, pa motra dhe vëllezër. Nga kjo mësoj realitetin e kësaj bote, e cila do të përfundojë një ditë. Ka ndryshuar 5 shtëpi të ndryshme. Shtëpinë e nënës, në atë të halimet në shkretëtir, derisa mbush 2 vjet. Kthehet dhe qëndron përsëri në shtëpinë e nënës deri në moshën 6 vjeçare. Kalon në shtëpinë e gjyshit pas vdekjes së nënës, deri në moshën 8 vjeçare. Me vdekjen e gjyshit kalon në shtëpinë e xhaxhait, ku jeton deri në moshën 25 vjeçare, ku martohet me Khadijën. Nga gjitha këto vite, profeti sallallahu alaihi wasallam mësoi si të jeti përgjegjshëm. Derisa ndryshonte shtëpitë, mësonte si të reagojë në situata dhe rrethana të ndryshme. Nga mosha 8 vjeçare deri në moshën 15 vjeçare, punon si bari delesh. Nga mosha 15 vjeçare deri në moshën 35 vjeçare merret me tregti. Gjatë 7 viteve që punoi duke kullotur delet, mësoi urtësinë, durimin dhe aftësinë se si të jetë faktor bashkimi. Kurse nga vitet e tregtisë mësoi natyrën e njerëzve. Profeti sallallahu alaihi wasallam ishte i varfër, por rrithte nga një nga familjet më të larta në mes të arabëve. Kështu, ai ishte afër të varfërve dhe jo aq larg të pasurve në nivelin shoqëror. Kjo e bënte të aftë të krijonte lidhje me të dy shtresat. Në moshën 15-18 vjeçare merr pjesë në luftën e pandershme Fujar, duke mësuar artin e luftës. Në moshën 18 vjeçare arrihet një aleancë Hilful Fudul mes fisëve për të ndihmuar kudo që i është bërë padrejti. Nga kjo mëson se si nënshkruhet marrëveshjet dhe se si arrihet paqja. Nuk dinte as shkrim, as këndim. Kjo nuk është mangësi, por është mrekulli, pasi një që nuk di shkrim e lexim do të bëhet lider i njerëzimit. Të gjitha këto përvoja, profeti sallallahu alaihi wasallam i fitoi për shkak se hynte në kontakt me njerëzit dhe shoqërinë ku jetonte. Ai blinte dhe shiste, merrte pjesë në luftra dhe në paqe. Me këtë duam të përqejmë një mesazh të rëndësishëm të rinjve musliman dhe të themi: mësoni nga profeti juaj, mos u tërhiqni dhe të mbylleni në vetvete. Personalitetin e tij e shtuan këto përvoja të shumta. Në të gjithë këtë sa përmendëm, nuk ka asnjë mrekulli. Po të shohim të gjitha këto përvoja, profeti sallallahu alaihi wasallam i fitoi nga jeta. Ati mund t'i jepeshin dhe duke fjetur këto, por duhej t'i fitonte nga shkolla jetë. Ka ardhur koha që të rinjt tanë
të marrin pjesë në çështjet e vendit. Ne nuk kemi përse ta braktisim fushën sociale dhe atë politike. Nëse ka të rinj që mendojnë që shoqëria ku jetojnë nuk ja vlen të merresh me të, le ta dinë se profeti sallallahu alaihi wasallam merrej me shoqërinë ku jetonte edhe kishte rolin e tij. Ne kemi nevojë për të rinj që janë pjesëmarrës në fusha të ndryshme, duke formuar një brez që kontribuon në ndërtimin e vendit. Në moshën 25 vjeçare të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ne do të mendonim me gjithë përvoja që ka fituar do të ishte gati për të filluar shpalljen e Kuranit. Por, jo. Ai akoma nuk i kishte plotësuar kriteret e një profeti për gjithë njerëzimin. Ai deri në këtë kohë kishte hyrë në kontakt me njerëz të ndryshëm, por të gjithë nga populli i tij. Mesazhi me cilin do të ngarkohej është për mbar botën, por ai veç vendit të tij nuk ishte udhëtuar në tjetër vend dhe nuk njihte njerëz të tjerë. Ai kishte nevojë të njohë dhe kulturën dhe natyrën e popujve të tjerë. Kështu ai kishte nevojë të udhëtonte. Udhëtimi konsiderohet nga shumë njerëz thjesht si një çështje argëtimi dhe turizëm, por në të vërtetë udhëtimi është fitim përvoje. Një vit udhëtim të jep pjekuri dhe përvojë të 20 viteve. Kështu që i dërguari i Allahut duhej që patjetër të udhëtonte. Ai do të punoj për Hadixhen, duke udhëtuar në Sham dhe Yemen për tregti. Këto dy shtete ishin në kufi me dy perandorit më të mëdha të asaj kohe. Jemeni me atë perse dhe Shami me atë romake. Kështu, ai do të njihej me kultura të ndryshme. Të gjitha këto ishin përgatitje për mesazhin me të cilin do të ngarkohej. Një ditë, të gjai profeti sallallahu alaihi wasallam Ebu Talibi e takon profetin sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: O Muhammed, ti ke kaq vite që merresh me tregti duke punuar me mua. Siç e sheh, tregtia jon dhe të ardhurat prej saj janë të pakta. Ç'mendon sigur të shkosh të punosh për interes të Hadixhes? Ajo është tregtare suksesshme dhe grua shumë e respektuar. Profeti sallallahu alaihi wasallam pranoi dhe shkoi të punoj te Hadixha. Dikush mund të thotë, si pranoj që të punësohet te një grua? Po, pasi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e kishte këtë mendim për gratë. Ai shihte gratë me respekt dhe vlerësim dhe nuk e konsideronte turp që të punësohej te një gruaj. Ai do të komunikonte dhe bisedonte me të, por brenda kufive të lejuar dhe këtu nuk ka asgjë të keqe. Kështu o vëlla, mëso nga profeti yt mënyrën e komunikimit dhe natyrën e marrëdhënieve me gratë. Hadixha nuk ishte një grua e zakont, por ishte shumë e zgjuar. Ajo ishte 43 vjeçe dhe ishte martuar 2 herë, por burrat i kishin vdekur. Ishte shumë e suksesshme në tregti. Pasuria nuk i kishte ardhur rastësisht, por e kishte vënë me mund dhe kishte derdhur djers. Kështu, shkoi xhaxhai profetit sallallahu alaihi wasallam Ebu Talibi dhe i kërkoi që ta punësoj Muhammedin. Ajo pranoi, por fillimisht i dha që të tregtonte gjëra të vogla në udhëtime të shkurtra. Kjo me qëllim që të provojmë dëshmërinë dhe sinqeritetin e tij. Me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dërgon dhe një sklav të cilin e kishte rritur vet, me i seren, me qëllim që ta kontrolloj. Profeti sallallahu alaihi wasallam niset me Mejseren dhe kryen 3 udhëtime tregtie në Yemen, por me mall jo aq të madh. Pasi kthehen nga udhëtimi i tretë,
Khadija e pyet Mejseren mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ai përgjigjet: Kur nuk më ka zënë në syt njeri të tillë, nuk kam pa njeri besnik të sinqert dhe punëtor si Muhammedi. Ne kemi shembullin më të mirë në profetin ton sallallahu alaihi wasallam. Ai punën e merrte seriozisht dhe punonte gjithë ditën. Është për të ardhur keq kur dëgjojnë të rinj që thonë që unë dua të punoj dhe të jemi suksesshëm, por nuk jam gati të filloj. Kurse profeti sallallahu alaihi wasallam që në moshën 8 vjeçare fillon të punoj si bari delesh, më pas fillon tregtin me xhaxhain e tij. Ai kërkonte suksesin dhe derdhte djerës për të arritur. Është turp për ne të rinj sot që punojmë vetëm 2 apo 3 orë në ditë dhe pretendojmë se e duam profetin sallallahu alaihi wasallam. Mos thuaj se e dua profetin sallallahu alaihi wasallam, mos qaj në namaz nga dashuria për të, në një kohë që ti nuk punon si ai. Nga gjërat që i tregoi Mejsere Khadijës rreth moralit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ishte se i tha: ai nuk u përulet dhe nuk i adhuron idhujt. Ai ishte si ti, o Khadijë. Mejsere kishte vënë në re diçka të tillë derisa kishte ardhur dikush për të blerë diçka nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe gjatë bisedës tregtari kishte pyetur profetin sallallahu alaihi wasallam: a betohesh në Lat dhe Uza për këtë? Kurse profeti sallallahu alaihi wasallam ja kishte kthyer: unë nuk ja adhuroj që të betohem në ta. Këto fjalë arritën te Hadixha. Pasi dëgjoi këto, Hadixha e dërgoi me karvanin kryesor të tregtisë së saj, karvan që udhëtonte në Sham. Zakonisht tregtarët që shkon në Sham qëndronin atje për 5-6 javë, derisa të shisnin dhe blinin produktet. Kurse profeti sallallahu alaihi wasallam e shiti mallin që kishte pa arritur akoma në Sham. Shumë njerëz mendojnë që profetët janë njerëz që thonë fjalë rreth fesë dhe Zotit dhe janë dështak në jetë, dhe se fetarët janë njerëz që veç xhamis nuk dinë gjë tjetër. Kurse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam para se të jetë profet ishte i suksesshëm në jetë dhe tregti. Historia e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam është histori e një njeriu të suksesshëm. Në çdo hap të jetës ai ishte i suksesshëm, pa i ndodhur mrekulli të pazakonta. Është mrekulli që të gjitha këto nuk ishin mrekulli, pasi kjo do të thotë që diçka e tillë është e mundur. Nëse do të ishin mrekulli, ne padyshim që do shprehnim habin dhe simpatinë tonë për profetin sallallahu alaihi wasallam, por nuk do të mund të ndiqnim të njëjtën përvojë. Suksesi dhe përvoja që fitoi profeti sallallahu alaihi wasallam na japin forcë dhe na bëjnë të mendojmë që me durim dhe gradualisht mund të arrijmë çdo gjë. Ideja e veprimit në mënyrë graduale është ide islame dhe profetike. Krahas arritjeve dhe suksesit që kishte deri në këtë kohë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam akoma nuk ishte i gatshëm për t'u ngarkuar me mesazhin hyjnor. Si profet dhe shembull për të gjithë njerëzimin, ai akoma nuk ishte realizuar diçka tjetër, me cilën meritonte të ishte model për gjithë. Ajo që i mungonte tani ishte familja. Duhej të ishte i martuar dhe i suksesshëm në jetën bashkëshortore, me qëllim që të na mësoj si të arrijmë qetësinë familjare. Kështu, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam martohet me Khadijën. Ai që mori nismën për diçka të tillë nuk ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, por ishte vetë Khadijja. Ai u ndikua shumë nga morali dhe suksesi që kishte arritur deri atëherë.
Gjatë kohës që ishte marrë me tregti, Hadixha kishte parë shumë lloj tregtarësh, kishte parë tregtar koprac në kulm, mashtrues, gënjeshtar e tjerë, por nuk kishte parë të moralshëm dhe zemërgjër si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në një hadith të tij, profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: Zoti e mëshirov dikë që është zemërgjër. Kjo, pasi i tillë ishte vet ai. Ishte zemërgjër kur blinte, zemërgjër kur shiste, zemërgjër kur jepte dhe merrte. Tregtari zemërgjër është gjithmonë më i fituar se një zemër ngushtë. Zemër ngushtë i kujton se fitoi për momentin, por ai është humbës në një afat të gjatë. Perëndimi sot këtë e ka kuptuar më mirë dhe tregohen më zemërgjër. Kurse profeti sallallahu alaihi wasallam këtë ka thënë para 1400 vitesh. Ky është një mësim dhe përvojë e mirë për të gjithë tregtarët dhe biznismenët. Hadixhës në këtë kohë çdo ditë i vinte dikush për t'i kërkuar dorën, por ajo refuzonte. Edhe pse ishte 40 vjeçe, ajo e ruante bukurinë dhe gëzonte respektin e gjithëve. Të gjithë që e kërkonin ishin nga paria e Kurejshëve. Një ditë, derisa po bisedonte me shoqen e saj Nefisen, Hadixha po i tregonte mbi moralin, madhështinë dhe vlerat që kishte parë te Muhamedi. Shoqja e saj Nefisja e kuptoi dhe i tha: "Oj Hadixhe, a dëshiron që ti flas?" Hadixha e pyeti: "Ti flasësh për çfarë?" Nefisja ja ktheu: "Që të martohet me ty." Ja ktheu: "Mirë. Të ndalemi e ta sqarojmë pak këtë çështje." Pyetja e parë që të vjen në mend është: a është e pranueshme që një grua të kërkojë të martohet me dikë? A është e pranueshme që gruaja ta zgjedh burrin e saj? A është e pranueshme që gruaja të ketë ndjenja të tilla? Sigurisht se po. Por derisa diçka e tillë ndodhi me njeriun më të mirë dhe vulin e profetëve, diçka e tillë ishte e pranueshme, por problemi qëndron në mënyrën se si ja shpreh. Le të jemi më të hapur. Oj motër, kur mos ja afro veten dikujt në një mënyrë që nuk të shkon për shtati, mos ja ul vetes vlerat. Hadixha e pëlqeu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, por nuk i foli vet, por dërgoi dikë tjetër dhe dërgoi një grua të mençur, jo çdo lloj shoqeje. Mënyra se si tha Nefisja Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për çështjen e Hadixhës është tepër e veçantë. Nga mënyra se si propozoi Nefisja, ne mësojmë sot pas 1400 vitesh. Ajo i tha: "O Muhammed, a je martuar?" "Jo," ju përgjigj. "Po përse nuk martohesh?" Ai i tha: "Po kush martohet me mua? Unë jam i varfër." Nefisja i tha: "Hadixha." Profeti sallallahu alaihi wasallam e pyeti: "Po a pranon ajo?" Nefisja ja ktheu: "Do e pyes një herë." Kur mos ja ul vlerat vetes o e motër dhe ti jesh ti ajo që i propozon dikujt për martesë. Mund të kesh ndjenja të tilla, por nëse do ti thuash, zgjidh dikë tjetër të mençur dhe zgjuar, me qëllim që të mos dukesh mall i lirë. Është në natyrën e burrit që nëse gjen një grua të lirë, i mërzitet shpejt dhe nuk e do. Për këtë, Islami ka caktuar pajen apo meherin dhe ka caktuar si kusht dhe pëlqimin e babait të vajzës, krejt me qëllim që të rriten vlerat vajzës. Ky është shkaku që shumica e bashkëjetasve përfundojnë me ndarje, pasi ishte një mall shumë i lirë dhe i pavlerë. 2 ditë pasi kishte biseduar me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Nefisja e takon përsëri dhe i thot: "Hadixha pranoi të martohet me ty dhe më tha:
A gjendet njëri tjetër si Muhamedi? Se ja kështu martohet profeti sallallahu alaihi wasallam me Khadijën dhe kjo martesë do të vazhdojë për 25 vjet. Po të shohim diferencën e moshë mes profetit sallallahu alaihi wasallam dhe Khadijës, ishte 15 vjet. Profeti sallallahu alaihi wasallam ishte 25 vjeç, kurse Khadijja 40 vjeçare. Pyetja që lind është: a mund të jetë martesë e suksesshme një martesë me diferencë moshe të tillë? Suksesi një martese të tillë dhe çdo lloj martese të përafërt kushtëzohet me diçka tjetër shumë të rëndësishme, që është pjekuria e burrit. Kur një burr dhe një grua janë në një moshë, në të shumtën e rasteve më i pjekur nga të dy është gruaja. Duke qenë gruaja më e pjekur, do të fillojnë dhe të lindin probleme për shkak të mënyrës se si i shohin dhe konceptojnë gjërat. Për këtë, preferohet që gruaja të jetë më e vogël në moshë se burri. Por, ajo që shohim në martesën e profetit sallallahu alaihi wasallam është se ai ishte 15 vjet më i ri se Khadijja. Kjo për shkak se ai e kishte arritur pjekurinë e duhur dhe kjo e kompenzonte ndryshimin në moshë. Kështu që suksesi një martese ku ka ndryshim moshe mes dy bashkëshortëve është i kushtzuar me pjekurinë e burrit dhe të gruas. Një ndryshim tjetër i madh në martesën e profetit sallallahu alaihi wasallam me Khadijën është edhe pasuria. Profeti sallallahu alaihi wasallam ishte i varfër, kurse Khadijja ishte e pasur. Unë dua të theksoj që pasuria nuk konsiderohet problem në martesë. Problem do të ishte nëse do të kishte ndryshim në nivelin shoqëror. Nëse gruaja do të ishte nga një shtresë e lartë në shoqëri, kurse burri nga shtresa e ulët. Kurse profeti sallallahu alaihi wasallam dhe Khadijja vinin pothuajse nga e njëjta shtresë shoqërore. Madje profeti sallallahu alaihi wasallam ishte pak më lart, pasi rrithte nga familja më e mirë te Qurayshit. Islami nuk i kushton rëndësi pasurisë, por i kushton rëndësi nivelit dhe shtresës shoqërore. Megjithëse Khadijja ishte më e pasur, ai që do të mbante shtëpinë pas martese ishte vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pasi ai ishte kryetari i familjes dhe tani kishte mbledhur të holla dhe kishte krijuar tregtinë e tij. Një çështje tjetër të cilën orientalistët e kanë trumbetuar me të madhe është se profeti sallallahu alaihi wasallam në martesën me Khadijën lakmoi pasurinë e saj. Por jo, pasi Khadijja nuk ishte tip që mashtroi kollaj. Ajo para se të pranonte e kishte provuar në tregti dhe pasuri dhe kishte parë se sa i besueshëm është. Kjo provë vazhdoi për 2 vite rresht. Prandaj o i motër, mos u mashtron nga bukuria një djali apo pasuria e tij. Mos prano pa njohur moralin dhe edukatën e tij. Mos prano edhe nëse falet në xhami edhe duket fetar. Kur Omer ibn Hatabi e pyeti dikë rreth një personi, ai i tha: "Po e njoh." Omer e pyeti përsëri: "A e ke provuar si është në derhem dhe në dinar?" "Jo," i tha. "Ndoshta e ke parë të falet në xhami duke ulur dhe ngritur kokën?" e pyeti përsëri Omeri. "Po," i tha burri. "Atëherë nuk e njohke," ja ktheu Omeri. Kështu që para se të pranosh të martohesh me dikë, jo motër, mos mjafto me pamjen apo pasurinë e tij, se mund të vuash më pas. Martesa e profetit sallallahu alaihi wasallam me Khadijën ishte martesë e suksesshme, ka që u arrit në bazë të njohjes, barazisë së nivelit shoqëror dhe pjekurisë të dyve. Kjo martesë vazhdoi për 25 vite. 15 vite para profecisë dhe 10 pas profecisë. Ata të dy patën 6 fëmijë, 4 vajza dhe 2 djem. E para që lindi nga vajzat ishte Zenebi, pastaj Rukije,
Ummu Kulthumi dhe Fatime. Dy djemt ishin Kasim, për këtë profetin sallallahu alaihi wasallam e thërisin edhe Ebul Kasim, babai i Kasimit, dhe më pas Abdullah. Martesa me syri ishte nga martesat më të suksesshme. Madje martesa e profetit sallallahu alaihi wasallam me Khadijën mund të konsiderohet si historia më e bukur e dashurisë mes dy njerëzve që duhen. Nga historitë e dashurisë më të njohura sot është ajo e Romeos dhe Julietës. Por që në fund nuk përfundoi me martesë dhe që nuk u martuan që të provojë dashuria e tyre. Edhe sot shohim rastet e shumta kur dy të rinj duhen dhe pas martese marrëdhëniet e tyre ftohen dhe përfundojnë me divorc. Kurse dashuria e vërtetë është ajo që jo vetëm gjatë jetës, por edhe pas 20 vitesh pas i kishte vdekur Khadijëja, profeti sallallahu alaihi wasallam përsëri e kujtonte. Ditën që profeti sallallahu alaihi wasallam me muslimanët hynë në Mekë, në kohën që profeti sallallahu alaihi wasallam ishte tepër i zënë duke u takuar me kryetarët e fiseve, me muslimanë të rinj e kështu me radhë, ai shikon nga larg një grua të moshuar duke ardhur drejt tij. Sa po e pa, u kërkoi njerëzve t'i hapnin rrugën, më pas u veçua me të dhe u tha të pranishmëve: "Më falni për pak kohë." Hoqi mantelin që kishte veshur dhe ja dha që të ulej sipër tij. Më pas u ul me të dhe filloi të bisedoj dhe të qesh. Aisha radhiyallahu anha e shikonte nga larg e habitur. Pasi u largua gruaja e moshuar, Aisha e pyeti: "Kush ishte ajo, o i dërguari i Allahut?" Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: "Ajo ishte shoqja e Hadijës. Ishte shoqja e gruas që i kishte vdekur para 20 vitesh." Aisha e pyeti përsëri: "Po çfarë bisedua ato i dërguari i Allahut?" Profeti sallallahu alaihi wasallam ja ktheu: "Kujtuam ditët e bekuara kur ishte Khadijëja gjallë." Imagjinojeni që pas 20 vjetësh nga vdekja e saj, dashuria për të mbushte zemrën e profetit sallallahu alaihi wasallam. E njëherë, derisa profeti sallallahu alaihi wasallam ishte shtrirë në shtëpi, dëgjon trokitin e derës. Mënyra se si trokiste dhe zëri pas derës i kujtuan atë të Khadijës. Qohet në këmbë dhe thot: "O Zot, më duket si zëri i Hatijës. O Zot, bëje që t'jetë motra Hadijës." Kur hapi derën, pa që ishte motra Hadijës dhe e mirëpriti me gëzim. Ja kjo ndodhi pasi ishte martuar me Aishen. Jetoi profeti sallallahu alaihi wasallam me Hadijën për 25 vite me radhë, dhe ajo që u aprishi lumturinë ishte vetëm vdekja e 2 fëmijëve të tyre. Të gjitha këto i ndodhnin profetit sallallahu alaihi wasallam me qëllim që të bindej që kjo botë me të mirat e saj është e pavlerë. Kështu ai përgatitej për mesazhin me cilin do të ngarkohej. Ati i vdiqën 2 djemt, Abdullahu dhe Kasimi. Njëri ishte 4 vjeç, kurse tjetri vetëm 3 vjeç. Kjo është mosha kur prindrit janë më të lidhur me fëmijët e tyre. E gjitha kjo me qëllim që ta shohë që kjo botë është mashtruese dhe e pavlerë. Kështu, profeti sallallahu alaihi wasallam u sprovua me vdekje 5 herë për 35 vjet jetë. Në fillim i vdiq babai, pastaj nëna, pastaj gjyshi dhe tani 2 fëmijët. Shumë njerëz kur u vdes dikush i afër, pas vdekjes marrin rrugë të këqija, kurse profeti sallallahu alaihi wasallam vazhdonte në të njëjtën rrugë. Në gjitha këto, ai u bind se kjo jetë nuk vlen gjë, dhe se duhej jetuar për diçka më të madhe. Ishte kjo bindje që kishte për këtë botë, që e bëri të thotë: "Për Zotin o xhaxha, nëse do të vinin dielli në dorën time të djathtë dhe hënën në të majtën, nuk do hiqja dorë nga kjo rrugë."
derisa ta bëj Zoti të triumfoj ose të vdes në këtë rrugë. Nuk ka njeri tjetër që t'i ketë thënë këto fjalë përveç profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Vdekja e fëmijëve ia forcoi idenë se kjo botë është e pavlerë. E ne sot nuk kemi pse të na vdesim të afërm që të jetojmë për mesazhin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ne tek ai kemi shembullin më të mirë. Le ta ndjekim dhe të vazhdojmë të përcjellim mesazhin e tij. Le të jetojmë për zhvillimin dhe përmirësimin e jetës në tokë. Mos jeto për pasuri dhe famë, pasi a di që të vdesësh, do të vdesin edhe ato. Jeto për mesazhin hynor. Harroj pasurin, harroj famën, harroj pozitën dhe jeto për Zotin. Ne kemi nevojë që të kemi breza të cilët të thonë: po, o i dërguari i Allahut, ne mësuam prej teje si të jetojmë për mesazhin hynor, pa pasur nevojë të na vdes ndonjë afat. Në vdekjen e fëmijëve të profetit sallallahu alaihi wasallam ka dhe një çështje tjetër të rëndësishme. Çdo njeri që vuan nga ummeti i tij, patjetër që do e gjejë atë vuajtje edhe te profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam më parë. Ata prindër të cilëve u ka vdekur një apo më shumë fëmijë, le të ngushëllohen me faktin që dhe vetë profeti sallallahu alaihi wasallam i kanë vdekur fëmijë. Prandaj, mos u mërzit dhe mbështetju Zotit. Ka nëna që mund të kenë vdekur ndonjë fëmijë në moshë të re. Ku i dihet, ndoshta ky fëmijë po të ishte rritur, nuk do të kishte ecur në rrugë të mbar dhe përfundimi i tij do të ishte zjarri. Por ajo që shohim në martesën e profetit sallallahu alaihi wasallam është se ai ishte 15 vjet më i ri se Hadixha. Kjo për shkak se ai e kishte arritur pjekurinë e duhur dhe kjo e kompenzonte ndryshimin në moshë. Kështu që suksesi një martese ku ka ndryshim moshe mes dy bashkëshortëve është i kushtzuar me pjekurinë e burrit dhe të gruas. Një ndryshim tjetër i madh në martesën e profetit sallallahu alaihi wasallam me Hadixhen është edhe pasuria. Profeti sallallahu alaihi wasallam ishte i varfër, kurse Hadixha ishte e pasur. Unë dua të theksoj që pasuria nuk konsiderohet problem në martesë. Problem do të ishte nëse do të kishte ndryshim në nivelin shoqëror. Nëse gruaja do të ishte nga një shtresë e lartë në shoqëri, kurse burri nga shtresa e ulët. Kurse profeti sallallahu alaihi wasallam dhe Hadixha vinin pothuajse nga e njëjta shtresë shoqërore. Madje profeti sallallahu alaihi wasallam ishte pak më lart, pasi rrithte nga familja më e mirë te Qurayshit. Islami nuk i kushton rëndësi pasurisë, por i kushton rëndësi nivelit dhe shtresës shoqërore. Megjithëse Hadixha ishte më e pasur, ai që do të mbante shtëpinë pas martese ishte vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pasi ai ishte kryetari i familjes dhe tani kishte mbledhur të holla dhe kishte krijuar tregtinë e tij. Një çështje tjetër të cilën orientalistët e kanë tumbetuar me të madhe është se profeti sallallahu alaihi wasallam në martesën me Hadixhen lakmoi pasurinë e saj. Por jo, pasi Hadixha nuk ishte tip që mashtroi kollaj. Ajo para se të pranonte e kishte provuar në tregti dhe pasuri dhe kishte parë se sa i besueshëm është. Kjo provë vazhdoi për 2 vite rresht. Prandaj o i motër, mos u mashtron nga bukuria një djali apo pasuria e tij. Mos prano pa njohur moralin dhe edukatën e tij. Mos prano edhe nëse falet në xhami edhe duket fetar. Kur Omer ibn Hatabi e pyeti dikë rreth një personi, ai i tha: "Po e njoh." Omer e pyeti përsëri: "A e ke provuar si është në derhem dhe në dinar?" "Jo," i tha. "Ndoshta e ke parë të falet në xhami duke ulur dhe ngritur kokën?" e pyeti përsëri Omeri. "Po," i tha burri. "Atëherë nuk e njohke," ja ktheu Omeri.
Kështu që para se të pranosh të martohesh me dikë, jo motër, mos mjafto me pamjen apo pasurinë e tij, se mund të vuash më pas. Martesa e profetit sallallahu alaihi wasallam me Khadijën ishte martesë e suksesshme, ka që u arrit në bazë të njohjes, barazisë së nivelit shoqëror dhe pjekurisë të dyve. Kjo martesë vazhdoi për 25 vite, 15 vite para profecisë dhe 10 pas profecisë. Ata të dy patën 6 fëmijë, 4 vajza dhe 2 djem. E para që lindi nga vajzat ishte Zenebi, pastaj Rukije, Ummu Kulthumi dhe Fatime. 2 djemt ishin Kasim, për këtë profetin sallallahu alaihi wasallam e thërrisin edhe Ebul Qasim, babai i Qasimit, dhe më pas Abdullah. Martesa me syri ishte nga martesat më të suksesshme. Madje martesa e profetit sallallahu alaihi wasallam me Khadijën mund të konsiderohet si historia më e bukur e dashurisë mes dy njerëzve që duhen. Nga historitë e dashurisë më të njohura sot është ajo e Romeos dhe Julietës, por që në fund nuk përfundoi me martesë dhe që nuk u martuan që të provojë dashuria e tyre. Edhe sot shohim rastet e shumta kur dy të rinj duhen dhe pas martese marrëdhëniet e tyre ftohen dhe përfundojnë me divorc. Kurse dashuria e vërtetë është ajo që jo vetëm gjatë jetës, por edhe pas 20 vitesh pasi kishte vdekur Khadijëja, profeti sallallahu alaihi wasallam përsëri e kujtonte. Ditën që profeti sallallahu alaihi wasallam me muslimanët hynë në Mekë, në kohën që profeti sallallahu alaihi wasallam ishte tepër i zënë duke u takuar me kryetarët e fiseve, me muslimanë të rinj e kështu me radhë, ai shikon nga larg një grua të moshuar duke ardhur drejt tij. Sa po e pa, u kërkoi njerëzve t'i hapnin rrugën, më pas u veçua me të dhe u tha të pranishmëve: "Më falni për pak kohë." Hoqi mantelin që kishte veshur dhe ja dha që të ulej sipër tij. Më pas u ul me të dhe filloi të bisedoj dhe të qesh. Aisha radhiyallahu anha e shikonte nga larg e habitur. Pasi u largua gruaja e moshuar, Aisha e pyeti: "Kush ishte ajo, o i dërguari i Allahut?" Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: "Ajo ishte shoqja e Hadijës. Ishte shoqja e gruas që i kishte vdekur para 20 vitesh." Aisha e pyeti përsëri: "Po çfarë bisedua ato i dërguari i Allahut?" Profeti sallallahu alaihi wasallam ja ktheu: "Kujtuam ditët e bekuara kur ishte Khadijëja gjallë." Imagjinojeni që pas 20 vjetësh nga vdekja e saj, dashuria për të mbushte zemrën e profetit sallallahu alaihi wasallam. E njëherë, derisa profeti sallallahu alaihi wasallam ishte shtrirë në shtëpi, dëgjon trokitin e derës. Mënyra se si trokiste dhe zëri pas derës i kujtuan atë të Khadijës. Qohet në këmbë dhe thot: "O Zot, më duket si zëri i Hatijës. O Zot, bëje që t'jetë motra Hadijës." Kur hapi derën, pa që ishte motra Hadijës dhe e mirëpriti me gëzim. Ja kjo ndodhi pasi ishte martuar me Aishen. Jetoi profeti sallallahu alaihi wasallam me Hadijën për 25 vite me radhë, dhe ajo që u aprishi lumturinë ishte vetëm vdekja e 2 fëmijëve të tyre. Të gjitha këto i ndodhnin profetit sallallahu alaihi wasallam me qëllim që të bindej që kjo botë me të mirat e saj është e pavlerë. Kështu ai përgatitej për mesazhin me cilin do të ngarkohej. Ati i vdiqën 2 djemt, Abdullahu dhe Kasimi. Njëri ishte 4 vjeç, kurse tjetri vetëm 3 vjeç. Kjo është mosha kur prindrit janë më të lidhur me fëmijët e tyre. E gjitha kjo me qëllim që ta shohë që kjo botë është mashtruese dhe e pavlerë. Kështu, profeti sallallahu alaihi wasallam u sprovua me vdekje
5 herë për 35 vjet jetë. Në fillim I vdiq babai, pastaj nëna, pastaj gjyshi dhe tani 2 fëmijët. Shumë njerëz kur u vdes dikush I afër, pas vdekjes marrin rrugë të këqija, kurse profeti sallallahu alaihi wasallam vazhdonte në të njëjtën rrugë. Në gjitha këto, ai u bind se kjo jetë nuk vlen gjë, dhe se duhej jetuar për diçka më të madhe. Ishte kjo bindje që kishte për këtë botë, që e bëri të thotë, për Zotin o xhaxha, nëse do të vinin dielli në dorën time të djathtë dhe hënën në të majtën, nuk do hiqja dorë nga kjo rrugë, derisa ta bëj Zoti të triumfoj ose të vdes në këtë rrugë. Nuk ka njeri tjetër që t'i ketë thënë këto fjalë përveç profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Vdekja e fëmijëve ia forcoi idenë se kjo botë është e pavlerë. E ne sot nuk kemi pse të na vdesin të afërm që të jetojmë për mesazhin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ne tek ai kemi shembullin më të mirë. Le ta ndjekim dhe të vazhdojmë të përcjellim mesazhin e tij. Le të jetojmë për zhvillimin dhe përmirësimin e jetës në tokë. Mos jeto për pasuri dhe famë, pasi a di që të vdesësh, do të vdesin edhe ato. Jeto për mesazhin hynor. Harroje pasurin, harroje famën, harroje pozitën dhe jeto për Zotin. Ne kemi nevojë që të kemi breza të cilët të thonë, po, o I dërguari I Allahut, ne mësuam prej teje si të jetojmë për mesazhin hynor, pa pasur nevojë të na vdes ndonjë I afërt. Në vdekjen e fëmijëve të profetit sallallahu alaihi wasallam ka dhe një çështje tjetër të rëndësishme. Çdo njeri që vuan nga ummeti I tij, patjetër që do e gjejë atë vuajtje edhe te profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam më parë. Ata prindër të cilëve u ka vdekur një apo më shumë fëmijë, le të ngushëllohen me faktin që dhe vetë profeti sallallahu alaihi wasallam I kanë vdekur fëmijë. Prandaj, mos u mërzit dhe mbështetju Zotit. Ka nëna që mund të kenë vdekur ndonjë fëmijë në moshë të re. Ku I dihet, ndoshta ky fëmijë po të ishte rritur, nuk do të kishte ecur në rrugë të mbar dhe përfundimi I tij do të ishte zjarri. Në çastin që Velid ibn Mughira qelloi për herë të parë me kazm për ta prishur, të gjithë të pranishmit janë mbathën në shtëpi nga frika se mos ndodhë diçka. Nuk u kthyen te qabja deri të nesërmen, kur u siguruan që nuk kishte ndodhur asgjë. Qabja do të rindërtoi me të holla që të mblidheshin nga banorët. Për këtë kurejshët kishin vendosur një kusht. Nuk lejohej të ndërtohej qabja me pasuri të fituar në rrugë të pandershme, haram. Në atë kohë siç përmendëm në fillim, harami ishte I përhapur kudo. Por ata e vendosën këtë kusht për ndërtimin e qabes, megjithse nuk ishin musliman që ta dinin që Zoti nuk pranon vetëse të mirën. Këtë e dinin nga natyra. Ashtu siç ndodh me macën që kur jep diçka vjen dhe e han pranteje pa pasur frikë. Kurse nëse e rrëmben atë, largohet me shpejt dhe e han diku jashtë, pasi e din që veproi diçka jo të mirë. Dallimi mes të mirës dhe të keqes është në natyrën e të gjitha krijesave, të jo vetëm njerëzve. Kurejshët që në atë kohë e dinin që nuk mund të vendoset diçka haram në pjesën më të pastër, qabe. Vallë, sa prej nesh sot ushqejnë me haram. Sa prej nesh ushqejnë familjet dhe fëmijët e tyre me haram. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot, çdo pjesë trupi që rritet me haram meriton zjarrin. Nëse fiton pasuri haram me qëllim që të garantosh të ardhmen e familjes, dije se me këtë ti po e shkatron të ardhmen e fëmijëve në këtë botë dhe në tjetër. Fitimi pasurisë në rrugë haram nuk është vetëm në vjedhje, abuzime dhe rishfete.
Fitim në rrugë haram sot është edhe mos respektimi i të drejtës së autorësisë. Perëndimi sot i ka kushtuar shumë rëndësi autorësisë së botimeve dhe produkteve televizive. Ndalohet rrepsisht botimi dhe kopjimi çdo lloj produkti pa lejen e autorit. Ajo që ndodh sot është se ka shumë të rinj që arrin të prodhojnë programe kompjuteri me qëllim zhvillimin e vendit. Ajo që ndodh është se të tjerët i marrin këto programe dhe i kopjojnë me mijëra kopje. Pasojat e një veprimi të tillë janë se projekte të mëdha dështojnë, pasi nuk sigurojnë të ardhura për vazhdimsi dhe vendi nuk ka zhvillim. Kjo ndodh me kasetat, librat dhe çdo produkt tjetër. Zoti është i mirë dhe nuk pranon vetëse të mirën. Pasi e prishën ndërtesën e Qabes, Kureshët filluan ta rindërtojnë. Ndërtimi i Qabes në atë kohë konsiderohej si privilegj për fiset. Kështu, çdo fis vendoste nga një gur qosheje, gjë e cila edhe kjo ishte privilegj. Pasi përfundoi gjithë ndërtimi i Qabes, beti diçka e vogël, kush dhe e vendoste gurin e zi në qosh. Çdo fis mendonte që guri i zi u takonte atyre ta vendosin në qosh. Puna arriti deri te lufta. Benu Adi morën disa enë të mbushura me gjak dhe i lyen duart me gjak. Kjo do të thoshte që ose të vendosim gurin, ose jemi gati për luftë. Kjo gjendje vazhdoi e tillë për 3 ditë radhazi. Ditën e tretë, Velit ibn Mughira u tha: "Ne të gjithë e pranojmë shortin." "Po," i tha, "ç'mendoni që të lëm të vendos për këtë çështje personin e parë që të vijë nga ky drejtim dhe sido që ta ndaj ai, të pranojmë të gjithë." Të gjithë i thanë: "Dakord jemi." I pari që hyri nga drejtimi që prisnin ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Sa po e pan që ishte ai, të gjithë u guzuan dhe thanë: "E pranojmë të besueshëm, e pranojmë të besueshëm." Me këtë, profeti sallallahu alaihi wasallam merrte dhe dëshminë e banorëve të Mekës. Për këtë Allahu i Madhërisht në Kur'an thotë: "E ata nuk të gënjejnë ty, por ata mizor mohojnë argumentet e Allahut." Al-An'am 33. Në këtë moment e shfaqen aftësitë e profetit sallallahu alaihi wasallam në zgjidhjen e konflikteve. Menjëherë sapo dëgjoi problemin, ai u kërkoi një pëlhur të madhe dhe i urdhëroi ta shtrinin larg Qabes. Mori gurin e zi dhe e vendosi në mes të pëlhurës. Më pas urdhëroi përfaqësuesit e çdo fisi që ta kapnin pëlhurën te cepat dhe ta mbanin gurin e zi dhe ta çonin te qabja. Shkaku se përse e çoi pëlhurën larg ndërtesës së Qabes është me qëllim që derisa të mbanin në pëlhur gurin, të ndjekin pak lodhje derisa ta afronin pranë Qabes. Me lodhjen që do të ndjenin, ata do e largonin vëmendjen nga konflikti dhe do të ndiheshin mirë të gjithë, pasi do të dukej që kishin bërë diçka. Me ta arritur pranë skajit ku të vendosi guri, profeti sallallahu alaihi wasallam e mori gurin dhe vendosi në vendin e tij. Kështu, profeti sallallahu alaihi wasallam u tregua i aftë që arriti ta shuaj konfliktin. Ai u tregua dhe i mëshirshëm që nuk i la të luftonin për vendosin e gurit. Edhe ditën që hyrën në Mekë pas emigrimit, profeti sallallahu alaihi wasallam derisa kryente umren nuk vajti ta prej gurin e zi, por u mjaftua duke ja bërë me shenjë. Nëse profeti sallallahu alaihi wasallam do kishte prekur, sot nuk do të kishte musliman që shkon në hax dhe të mos e prej gurin, gjë e cila do të shkaktonte shumë vuajtje dhe ndoshta edhe të vdekur. I mëshirshëm me Kureshët para profecisë, i mëshirshëm me ta pas profecisë, i mëshirshëm edhe me umetin e tij deri në ditën e Kiametit, pas vdekjes, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Me Kureshët e preku gurin me qëllim që të jetë mëshirë për ta, duke shuar konfliktin,
Gjatë umres nuk e preku atë që t'jetë mëshirë për ne, besimtarët sot. Tregon Enes ibn Malik rreth dashurisë për profetin sallallahu alaihi wasallam. Ditën e hënë që hyri i dërguari i Allahut në Medinë, u ndriçua gjithçka. Kurse të hënën që vdiq, u errësua çdo gjë. Dikush e pyeti: "Çfarë do dëshiroje o Enes?" Ai u përgjigj: "Nuk dua gjë nga kjo botë. Ajo që dua është që të takohem me të ditën e Kiametit, të shikoj drejt tij dhe t'i them: jam unë shërbëtori yt, Enesi i vogël, o i dërguari i Allahut. Ai të më pres i gëzuar dhe të më thot: eja o Enes i vogël, eja me mua në xhennet." Tani çdo gjë ishte e gatshme për shpalljen e profecisë së tij. Allah i Madhërisëm kishte zgjedhur kohën dhe vendin nga ku do të shpallej. Kishte zgjedhur prindrit dhe cilësitë e duhura të tij. E gjithë bota kërkonte një reformator. Toka kërkonte reformatorin e saj. Gadishulli arabik kërkonte reformatorin. Medina kërkonte reformatorin. Babai, nëna dhe familja ishin të përgatitur për daljen e reformatorit të ri. Zoti, kur dëshiron diçka, i përgatit kushtet. Autori i tekstit Amr Khalid, lexoi Kenan Ismaili. Ilustrimi artistik Florent Rustemi.